Avokati I njohur Sajmir Visha në një reagim në rrjetet sociale ka publikuar lajmin se është divorcuar me bashkëshorten e tij në gjykatën e Tiranës. Visha I tregon si e ka përjetuar divorcin, teksa shprehet se ndihet I vetmuar. Gjithashtu avokati përmend edhe sëmundjen e rëndë me të cilën e fitoi betejën, teksa thotë se ish gruaja iku me vrap duke e lënë në vetmi. Reagimi I Vishajt: vetmia është gjëja më e rëndë që I ndodh njeriut. Linda nga dy prindër të mrekullueshëm, u bëra një baba I denj I 2 djemve me mbiemrin Vishajt, por çdo. Sot mamaja e djemve u divorcua nga gjykata e Tiranës duke e përdosur mbiemrin Ruka dhe duke hequr përfundimisht mbiemrin Vishaj. Ja pra, kjo është vetmia, që kur të zë një sëmundje, ish gruaja ikën me vrap, duke e lënë në vetmi ato që kishte 35 vjet që bashkëjetonte. Kur ishin mirë, s'kishte vetmi, tashmë vetmia u ul këmbkyq në shtëpinë time, shkruan Vishaj. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.